Shqipëria synon të pozicionohet si një lider rajonal në prodhimin dhe eksportin e energjisë së rinovueshme deri në vitin 2030, uljen e humbjeve në rrjet dhe ndërtimin e linjave të reja interkoneksioni përfshirë fillimin e ndërtimit të linjës së re në ujore Shqipëri-Itali. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja njëherësh ministri infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku prezantuan përmes një videoje të shkurtër në rrjetet sociale planin strategjik për energjinë për periudhën 2025-2029. Plani parashikon reduktimin e humbjeve në rrjet në nivelin në 12% brenda 4 viteve dhe shtimin e kapacitetit të prodhimit nga burime të rinovueshme çdo vit, duke arritur një total prej 1500 megawatt deri në vitin 2030. Në këtë synim, një nga projektet kryesore është ndërtimi i parkut më të madh eolik në Tropoj me kapacitet prej 600 megawatt sipas strategjisë. Një hap tjetër i rëndësishëm është gazifikimi i qytetit të Korçës dhe investime të tjera për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të gazit natyror. Për të forcuar lidhjet rajonale, parashikohen investime për ndërtimin e lidhjeve të reja të interkoneksionit me Greqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Planifikohet të nisë ndërtimi i linjës së re në ujore Shqipëri-Itali për integrim të plotë në tregun evropian të energjisë. Në drejtim të sigurisë energjetike, qeveria ka parashikuar zhvillimin e projekteve të depozitimit energjetik, siç janë ato në Koman dhe Fiers, si dhe në Kaskadën e Devollit. Këto projekte do të krijojnë një rezervë strategjike energjie duke garantuar furnizim pa ndërprerje edhe gjatë periudhave të pasigurta për burimet e rinovueshme. Investimet në vitet e fundit kanë bërë të mundur dyfishimin e kapaciteteve energjetike nga 1768 megawatt në 3298 megawatt, si dhe uljen e humbjeve në shpërndarje nga 15% në 17%.